Një legjendë e shekullit të 19 thot se e vërteta dhe gënjeshtra u takuan dikur. Gënjeshtra e përshëndeti të vërtetën duke i thënë: "Sa ditë e bukur sot." Për t'u siguruar, e vërteta hodhi një vështrim përreth dhe në qiell. Dhe me të vërtet dita ishte e bukur. Ecën pak derisa arritën në një pus të madh plot me ujë. Gënjeshtra zhyti dorën në ujë dhe u kthye nga e vërteta duke i thënë: "Uji është i këndshëm dhe i ngrohtë. Dëshiron të notojmë së bashku?" Sërish e vërteta ishte dyshuese. Ndaj e provoi ujin me dorën e saj dhe me të vërtet uji ishte i ngrohtë. Kështu që të dyja hynë në ujë dhe notuan për shumë orë. Kur befas gënjeshtra doli nga pusi, veshi rrobat e së vërtetës dhe u zhduk. E vërteta e zemëruar doli lakuriq duke vrapuar gjithandej në kërkim të gënjeshtrës për t'i marrë rrobat. Njerëzit që e shikonin të vërtetën të zhveshur, kthenin kokën më njan nga turpi. Të tjerë e shikonin me inat. E gjora e vërtet, e turpëruar, ju drejtua pusit dhe u fsheh atje për jetë. Qysh atëherë, gënjeshtra qarkullon pa e ngacmuar askush, e veshur me rrobat e së vërtetës, duke kënaqur dëshirat e botës, një botë që në asnjë mënyrë nuk dëshiron ta shohë të vërtetën lakuriq. Mast Channel. Please subscribe.